Timi live në Klan Kosova nis nga ora 6:30 nisër me panele dhe ekipe të shpërndara gjithandaj Kosovës. Ndërkohë, në ora 19 exit polli këtu në Klan Kosova. Më lejoni që të prezantoj panelin, ndoshta natyrisht nuk ka nevojë shumë për prezantim. Lavnot Balja, Knaçi të jesh këtu, Vjosa vazhdon të jetë me ne, Vullnet Krasniqi. Ju bashkangjite. Faleminderit. Shkumbini, Diana dhe Azdreni se nuk ja ngatroj me emrin, jo. Vullnet, çka pam këtë fushat? Sonte u mbyll? Në fakt, sot në studio televizive më shumë dominojnë njerëz të partive të tjera se sa nga VV. Siç ka ndodhur gjithë fushatën dhe tash e 5 vjet. E pritshme. Që të zgjedhje e para që kam identifikuar që këndrimi i gjuhës së vetëvendosis edhe një farë. Se ke besuar? Nuk e kam besuar. Jo, për shkak që se kam besuar, por për shkak që kam parashikuar që kanë pas betejë kështu sepse ju ka sjell fama dhe ju ka sjell kështu debat në publik. Edhe vetëvendosja që shto zakonisht e vendos temat. Edhe kum po që këthes, po që kum po një farë lëvizje të 48 orëve të fundit. Që u konë, edhe me sa kam informacion, kam pa partitë të ndryshme, kam pa numrat të ndryshëm. Edhe shohim lëvizje, për shembull më bën një përshtypje Kurti, që pat në momentin e fundit sot një video, ta çova edhe ty bile. Get ready with me. Get ready with me, kryeministri. E përdori hashtagun, edhe e përdori hashtagun Dafina Zeqiri. Që dhe më thonë se e këshyrë që në vikend të shtunën, pramëtën të shtunën, edhe të djelen, 2 hashtega ma të përdorën janë qëto. Po, veç e ka bërë në gjithet e kaluara, ka shkuar koncert të Limanit. Edhe a i bie që nëse ka shkuar atër të Ylli, e ta shkon të Dafina, ka me farë, po e ndjen. E priti, podër, e pritin edhe i dha kështu. Si ka shkuar. Po ideja ke që me hika showbizim, ka ideja me hika rjetet, ka trendet e internetit. A është panik kjo? Ose kam pa në farë shifre, në numër që atyne nuk ju ka pëlqy, e doli mi fol një kategorie që nesër halos ka vendos, për shkak që Gen Z, njerëz që votojnë për e të parë, e kena një gjenerat e cila fatkeqësisht nuk nifet për në farë mendimi dhe ishtash politik që ka. Edhe në menet që ato është targetit që të herë. Ideja veç të një kategori... Po, jo se ka rëndësi edhe kjo kategoria që po fletë vëllet. Ideje se kisa janë politizonë. A më jenë të Po, nuk pa mendim tyne, nuk dina mendim tyne. është vote lirë që kush arrin e ka. Jënë të ndamë, jënë barikadum. Po, veç na për Evropë dhe na për Ballkane e kena pasit qysh Gen Z-ja, që të viteve të fundit ka prodhu rezultate protesta, cilat kanë shkarku. Po pajtona me ty për shkak se unë kam një në shtëpi, edhe është problem me e bind. Edhe po pajtona plotësisht që gjeneratat e reja e kanë ma problemat, do më thonë nuk shkojnë ka rrugë që shkon prindi. Po veç, Ardiana, a po e humë këtë gjeneratën e re, si këtë gjithë e ka pa gjeneratën e re? Na po flasëm për gjeneratën 2008, 2007-2008, për atë gjeneratë në cilën po fletë kë, ata nuk kanë votuar. Më thonë janë një shumicë e numrave, nuk e di saksisht se si kon po mund t'janë 2.000, 3.000, nuk e di sa... Po së në një përqas me mjetët që ata i preferojnë, dhe me thonë. Kush i preferojnë? Generata në fjallë. Generata në fjallë është Albin Kurti gjithmonë i ka dash generatat e reja, sepse pse thëmë i ka dash generatat, mos kesh se si më të thonë në aspektin seksual. I ka dash për t'i pasur offer vetës, në mënyrë që kur ti e merë offer vetës... A ka kërkuar edhe